Mas Sikletja nisën me filozofu dhe me komentu edicionin e 4 të Big Brother VIP Kosova që vetë se nisi dje. Shkurtimisht po du me i komentu disa prej banorëve edhe pse në videon që po shihni ma poshtë 92% gati prej tyne vetë se i pata tregu, i pata konfirmu edhe për onimen edhe për rrjetet e mia sociale. Shkurtimisht ka pak me komentu se cilin, për shembull i kom rendi disa prej tyne këtu. Eliona, përveç një tiktokere, jo e lojrave, por ma shumë si një lloj tiktokere që bën Get Ready With Me, pak si qik euforike, e ka marrë shumë ma me seriozitet lojën, që është plus për to, një lloj kimie me Edin, që ma vën kemi me dalë të kë. Eliona ka një histori me nanën edhe motrën e saj që i kanë vdek vitin 2021 me një aksident, edhe po besoj që për fat keq ka me qenë një lloj përparësi, një lloj avantazhi që ajo ka me pas. Benita, për menim tam, Benita një selake e modhe, një njeri që nuk ka pas për çka tjetër me u lavdru për pas me dhëmbët e saj prej asoj letrës kuzhinës së llafoni që e përdorum na për me mbështjell sende. Çika që është Benita, një xheloze e madhe ndaj Elionës me këtë 23-4 orëshin, sa ka mujt me vrejt me analizu lojën. Toni, apo Tonej, një djalë premtues, për vetën time e shoh gati ose mos thom deri në finale, sepse është herët me fol, po gati si ato i parafrohet domethënë finales. Mentor Haziri, mentori po më duket me atë sa ku mujt me analizu një asi gjyshit që të në kohën rrike qështu, edhe që i analizoj ke që ka jenë të bo nipat edhe mesat. Domethënë që ka që është puna e mentorit, për mendim tamin ja kisha jo vizën me njëherë që njove në parë. Mas nej Linda Ray. Linda Ray një verzioni e Donna Jamesi dyshit, apo i asoj banorës Big Brother kalum në Shqipni Amberit. Verzion paka shumë 2.0 të munu me i kopju dyjat, por që i dim që gjithmonë një kopje e dëbët përfundon shumë shpejt. Kushtrim ke loni miku jam i mirë, jo veç pse kam shok edhe mik të mirë, po është edhe ky një djalë bajagi premtuese dhe për menim tamin kushtrimin e shoh nëse normal, nëse është qasi djali çfarë është edhe jashtë, edhe pse kështu ja kam jop, si me thonë, 1-2-3 këshilla që me qenë pak ma agresive dhe jo kaq i heshtur sa është edhe jashtë shtëpisë. Kushtrimin unë për vete kisha pas qef me po deri në finale, sepse është një djalë tepër i zoti, edhe vjen prej familjes të mirë, i mrekullueshëm. Ka pak është një farë se laki i vogël, po kështu është tepër djalë fenomenal, kështu që kushtrim go. Edi Kuqi. Edi ka ardhë me një lloj para përgatitje prej Big Brotherit kalum, prej edicionit kalum treshit Big Brother VIP Kosova, edhe po besoj që ka me mri që me jesë për para, ka ardhë me një farë taktike prej Big Brotherit kalum, po e shoh një farë aleance që kanë kriju me Dolçen. A është kjo aleancë për të mirë apo për të keq, apo e ka Edi si lloj avantazhi që me pas mas ne ma vën me e largu prej vetës edhe me vazhdu tutjen prapa, nuk e di, po e shoh që ka me shku përpara Edi shumë, nëse veç nuk vazhdojnë me tregu arrogancën e tij që ka nisë me që 24 orëshin e parë. Sërçi apo Shkurta, mos u kesh kameraman. Shkurtën, qa me thonë për Sërçin, ka ardhë me një farë lloj energjie, ashtu të munu me ngrit veten, të jo pasi fjallë të katunit, të full fjallë të katunit, po këto fjallë të katunit nuk dhezin, këtu të me pas një lloj strategjie të fort,
Edhe sërqin ma shumë e kisha po për firma VIP, se është një lloj katonore në veti, kështu që nuk e shoh për Big Brother VIP Kosova. Lëndrimin e kam post në intervistë, nuk e njoh shumë personalisht, është një shok i ngushtë i Bejtis, lëndrimi edhe kush është me Bejtin, po menej që djegët, sepse Bejtin kohët fundit kemi të oposi një kopje 2.0 da Fina Zeqirit, edhe nuk është që premton shumë. Sasa Hoda është asambleiste, është gjakovare, 35 vjeçë diku. Sasa ka qenë mirë me me problematikat e qytetarëve për çka dhe e kanë votu, e jo me Big Brother, për arsye që asoj pogave që hecë. Për ata që nuk e din, kush është Sasa, e këtu në Big Brother, pse mos me hongur kot, me pi kot. Edhe paka shumë këta qenë banorë, dhe më thonë pat edhe tjerë, po këta paka shumë që më do kënë ma interesant që e nisë një farë lloj strategjie me një herë, dhe më thonë e analizoa dull që me edhe pra një lloj aleancë që e pat. Po para mendoni dikush që e ka sërqin të në kohën në shpe dhe dohet me bajt. Nuk e di, dhe më thonë, qysh e dorojnë gjitha i miljet që e njohin. Edhe që ka dhjeshtë me shtu të opinionistet, Leonora Jakupi më dok një verzion 2.0 i Afrodita Paçaradës, të në kohën të i thonë bukur, shumë bukur, të mos jop shumë analizat detajume, të thellume, sikurse Olta Gixhari në këtë rast. Olta është vetë Olta dhe nuk ka nevojë për përshkrim, është një div në veti, oratore e madhe, siç din këta vëllezërit edhe motrat tonë Maton Kofinit, që edhe nëse e kanë gabim me një farë forme e kanë oratorin që nxirren për çfarëdo lloj teme. Kështu që kaq pota nga projimi i parë i Big Brother VIP Kosova 4, kemi me qenë me juve çdo të martë edhe të shtune, kemi me komentu bashk Big Brotherin. Më ndodhen edhe në ditë tjera edhe ma të shpeshta, edhe ta shohim se qysh po shkon loja.